Këtu është shumë rrezik. Ky stacion këtu është shumë vështirë me hypen, si për fëmijë, si për granim, si për neve pleqve tash. Mbase mund të mos duket i tillë, por ky është një stacion ose pikë ndalesë e rregullt e trenit që vjen nga Peja për në Prishtinë dhe Anasjeltas dhe kalon nëpërmjet fshatit Grabovc i Epërm të komunës së Obiliqit. Për gjendjen e këtij stacioni do të bisedoj me një nga banorët e këtij fshati, i cili kërkon me ngulm rregullimin e stacionit. Vehberi Fatmi Ekiqi, në këtë stacionin ton i vjetër kur ish, ka qenë i ndërtuar anena asfaltit. Po me ndërtimin e rrugës, ajo ndërtesa që ka stacion është prishen. Kështu që janë kontratat bashkë me standardin që kanë ndreshë rrugën për me u punu non tepër tek rrugës. Po ata nuk kanë marrë kurrë ndërmarrje këtu për me ndreshë këtë stacioni. Këtu është shumë rrezik. Ky stacion këtu është shumë vështirë me hypen, si për fëmijë, si për granim, si për neve pleqve tash, se është prish këtu, është ullën vendi këtu. Por na kemi ndërmarrë diçka dhe kemi shtruar pak gurë, sa me u qunë alësia pak për me hyp ma lehtë në tren. Tash kur vjen treni këtu dhe nëse zbret dikush prej treni, është qaq rrezik me fëmijë të vogël, që kur zhdryp prej treni direkt gjuhet në asfalt. Në asfalt mundet me pas shumë shpejt në doniker anej ose knej, edhe rrezikon jetën e çati fëmijët ose çati plakë ose sa i gruaja që zhdryp prej treni. Kërkesa e juan është për me ndërtu një stacion, për me ustrehue kur të vijë udhëtarët. Shembull marr, nëse vjen një gru, një non me 2-3 fëmijë, është shi, borë, me qavë, ku do të strehohet aja shkret? Me fëmijët e vegjël. Ku do të rrinë? Derisa të jetë treni. Po nëse vanon më shumë, aja do të mordhijet krejt këtu. Lagështia, bora, tana. S'ka askur rrin ul. Na jemi të varur gjithë pe treni. Nuk vjen asnjë autobus në fshatin tonë Grabovc edhe fshati Shqipitull. Është çudi për këto dy fshatra mos me pas autobus. Trenin e përdorim me mëngjes edhe në mbrëmje. 2 herë kalon brenda 24 orëve, kjo është shumë e vështirë. Sikur mos të kishim qitë rrugë, na do të kishim mjet krejt. Është shumë çudi, çfarë rrugë është ndërtuar, të ju falënderu Fatmir Limes, inshallah Zoti ja bëj xhenet. E ka ndërtu këtë rrugë, e ka qelë derën e nëna se vetëm që këtë tren, kur ka kalu ka na dhe që tërkas kemi mujtë me lëviz. Për gjendjen e këtij stacioni ose piket të pritjes në fshatin Grabovc i Epërm, e i cili identifikohet vetëm përmes kësaj shenje me shkronjën S, do të provojmë të marrim përgjigje nga institucionet përgjegjëse për të parë nëse do të realizohet kërkesa e banorëve të këtij fshati. Edhe pse nuk dhanë përgjigje zyrtare, jo zyrtarisht, në infrakost na thanë se sipas marrëveshjes së asokoshme pas përfundimit të rrugës, komuna do të duhej të kthente stacionin ose pikën e pritjes së trenit në gjendjen e mëparshme. Ju njoftojmë se rregullimi i rrugës në atë pjesë është bërë në vitin 2005, pra para qeverisjes son aktuale. Sa i përket marrëveshjes me Infrakosin, komuna e Obiliqit nuk ka informacione për një marrëveshje të tillë. Megjithatë, komuna nuk i ik obligimeve që burojnë nga marrëveshje të tilla dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Infrakosin për të gjetur një zgjidhje sa i përket kësaj çështjeje.